Kosova dhe populli i saj këto ditë e në veçantisë sot janë duke kaluar situatën më të rëndë, por në të njëjtën kohë ndër më të lavdishmet në historinë e vet. Ushtria çlirimtare e Kosovës me sukses është duke përballur me trupat vrasëtare, ushtarake, policore, paramilitare serbe. Shtabi i përgjithshëm dhe për efektivi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës me ndërgjegjshmëri të lartë është duke e kryer detyrën e vet në mbrojtjen e Kosovës dhe popullit të saj. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë dhe do të mbetet garant për mbrojtjen e Kosovës, popull shqiptar, nuk ka rënë për frikë e panik. Ftoj popullin e Kosovës që në këto qaste të vështira të mos bie prej lufte speciale nga njerëz dashakeqas të çështjes kombëtare, të mos i braktis votrat të veta shekullore. A dhe tjetër nuk kemi. Popull shqiptar, në lëvizje apo tërheqje e sipër, drejtoni drejt territoreve që ushtria çlirimtare e Kosovës mban nën kontroll. Ushtria çlirimtare e Kosovës, si gjithmonë, do jetë në mbrojtje dhe siguri për ju. Është për të përshëndetur mobilizimin në shkallë të lartë i faktorit gjithkombëtar, i shtetit shqiptar, i bashkombës zyrtar në Maqedoni, Preshevë, Vegjë, Bujanovë, dhe i bashkëdhëtarëve tanë kudo që jetojnë, të cilët në këtë rast i kisha ftuar që të jenë të kryes e obligimit kombëtar ndaj fondit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, atë bërë në rrezik vendbindja thret. Nga kryerja e obligimit tuaj do varet e tashmja dhe ardhmja e Kosovës. Si kryesuesi i delegacionit të Kosovës në konferencën e Rambujës e Parisit, ftoi dhe kërkoi që liderët e quajtur kryetar partish të dalin nga vrimat e podrumeve të Prishtinës e të orientojnë popullin në këtë situatë të rëndë. Përndryshe, historia dhe fëmijët tuaj do ju mallkojnë për këtë paaftësi e mos ndërgjegjshmëri para popullit të Kosovës, në emër të cilit u thirrët tash 8 vite. Popull shqiptar, e drejta është në anën tonë dhe forca demokratike në botë. Koha se kur ushtria çlirimtare e Kosovës do ta çlirojë Kosovën është e afërt. Por kjo kohë nuk do të jetë pa vështirësi e pengesa. Prandaj, sa më të bashkuar që të jemi rreth ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aq më afër do jetë liria, pavarësia e rendit demokratik në